Falënderimi dhe mirënjohja i takon Zotit të Madh i cili na krijoi dhe në krijimin ton na zbukuroi me gjitha të mirat që nuk mund t'i numërojmë dhe ndër më të mirat na begatoi me udhëzimin e drejtë, udhëzimi i cili është në shërbimin e mendjes ton, mendje e cila na shërben për të dalluar të mirën nga e keqja, të bardhën nga e zeza, udhëzimi i cili është ilaç dhe melhem për zemrat dhe shpirtat tonë, është qetësuesi i më të shtrenjtës në jetën tonë, është i vetmi sistem që rregullon në formën më të mirë jetën tonë dhe na mundson që frymën e fundit Allahut faqebartë t'ia dorëzojmë. Salatet edhe selamet qofshin për mësuesin tonë suprem, për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, për familjen e tij të pastër, për shokët e tij besnik dhe për gjithë ata që ndjekin yrnekin e pejgamberit alayhi salam me plot vullnet, besnikëri, trimëri dhe krenari deri në ditën e fundit. Xhamati i nderuar, pasi jemi në prag të një adhurimi shumë madhështor, që është një prej 5 shtyllave të Islamit, është e rendit t'i themi disa fjalë, pasi që prej vendit ton kemi prej atyre që këtë vit do t'jenë musafir të Zotit ton, duke i thënë Allahut të Madh në atë vend të shenjtë, lebejk Allahumma lebejk, lebejk la sharike leke lebejk. Është një fjalë madhështore që ka një kuptim shumë të madh, fjalë e cila përmbledh gjithë fejen tonë, fjalë e cila simbolizon këtë adhurim madhështor, fjalë e cila na shpëton edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër. Andaj Zoti i Madh për këtë shtyllë të 5, për shtyllën e haxhit, në disa sure të Kur'anit ka dhënë shpjegime në mënyrë detaje, që këto shpjegime nuk i ka dhënë për asnjë shtyllë tjetër, që është namazi, zeqati dhe agjërimi. Madje Zoti i Madh prej 114 sureve, një prej sureve e ka emërtuar me surën me emrin e shtyllës së 5, Suratul Hajj. E që Zoti i Madh asnjë sure nuk e ka emërtuar me surja e namazit, edhe pse namazi është një obligim ditor që duhet ta bëjmë për çdo ditë dhe çdo natë. Është një kusht i patjetërsueshëm pas shahadetit. Është një kusht që e konteston islamin e muslimanit nëse muslimani e braktis namazin. Mirë po megjithatë Zoti i Madh në asnjë sure nuk e emërtoi me surja e namazit. Allahu nuk e emërtoi me emrin e zeqatit, surja e zeqatit. E as nuk e emërtoi me surën e agjërimit. Mirë po në kushtin e 5 të haxhit, Allahu e emërtoi një sure me Suratul Hajj, surja e haxhit. Andaj vëllezër të nderuar, megjithse është një ibadet i jetës, është një ibadet që duhet kry një herë në jetë, e sidomos këtë obligim e kanë ata që i plotësojnë kushtet. Men istata'a ilayhi sabila, kështu Zoti i Madh ka thonë, jo çdo kush obligohet ta kryejë haxhin, por çdo një musliman duhet ta dinë kuptimin e haxhit. Çdo një musliman duhet ta dinë mesazhin e haxhit. Çdo një musliman duhet ta dinë përmbajtjen e haxhit. Pse Zoti i Madh na obligoi me kry këtë haxh. Andaj vëllezër të nderuar, këtë hutbe ia dedikoj çdo një muslimani, duke filluar prej vetvetes, e sidomos atyve që kanë bën jetë dhe kanë vendosur që këtë vit të jenë musafir të Zotit të Madh në atë vend të shenjtë, e që t'i dim qëllimet e haxhit dhe mësimet e haxhit. Përndryshe, ai që nuk i din këto qëllime që do t'i përmendi e që janë më të rëndësishmet, kam frikë se haxhi i tij do të jetë një haxh, një vizitë e thatë pa kuptim, e mos themi që do të jetë një vizitë sikurse vizita e çdo një vendi në tokë të Zotit. Andaj, kjo vizitë është një vizitë e shenjtë, kjo vizitë është për Rabbul Aleminin, kjo vizitë ka të bëjë me shahadetin ton, ka të bëjë me islamin ton, që i ka gjurmët e veta, që i ka mësimet e veta, e që duhet t'i din çdo një musliman, e sidomos ai i cili ka nda nga pasuria e tij, ai i cili largohet nga familja e tij, ai i cili largohet nga puna dhe jeta e tij, që t'i thot Zotit të Madh në atë vend,
lebejk Allahumme lebejk, lebejk la sharika laka lebejk. Unë do t'i përmendi vetëm 4 mësime dhe 4 qëllime të haxhit që duhet t'i din çdo një musliman, e sidomos haxhiu, musafiri i Zotit. Qëllimi i parë është, dhe mësimi i parë është që haxhiu ta njësoj Zotin e Madh, e që do me thonë haxhin dhe këtë vizit ta bëj që ta adhuroj Zotin e Madh në atë qabe, në atë vend të shenjtë, e jo ta adhuroj qabën, e jo t'i adhuroj ato vendet e shenjta. Ato janë të shenjta për ta adhuru Zotin, ato vende janë jo për t'u emërtu haxhi, por haxhiu për ta dëshmuar se është rob i Zotit dhe se haxhiu është në gjendje që ai ta dëshmon se është rob i Zotit duke i praktiku dhe duke i implementu gjitha urdhnat e Zotit, që ta dëshmoj se haxhiu është në gjendje të jep nga jeta e tij, të sakrifikoj me pasurinë e tij, sakrifikoj me familjen e tij, sakrifikoj me qenjen e tij, që ai të jetë vetëm rob i Zotit. Lum ai i cili e merr këtë kuptim, dhe kjo është qëllimi dhe mësimi kryesor, pa cilën haxhin nuk ka kuptim dhe pa cilën haxhi mund të jetë vetëm një haxh i thatë dhe një vizitë e thatë pa kuptim dhe pa mësim dhe pa dobit e saj edhe për këtë botë edhe në botën tjetër. Dhe mjeri ai i cili jep nga pasuria e tij dhe nga jeta e tij dhe lodhet dhe raskapitet, dhe ai nuk e din se duhet të adhurohet vetëm Zoti e jo të adhurohet qabja ose vendi dhe një krijesë e Rabbul Aleminit. Kjo është qëllimi dhe mësimi i parë që duhet ta ketë parasysh çdo një haxhi. Mësimi i dytë dhe qëllimi i dytë është që haxhiu në atë vend të shenjtë të distancohet nga vetit e këqija. Fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Allahu po thot, o haxhi, je në vendin e shenjtë për ta dëshmuar shenjtërinë tënde, për ta dëshmuar se unë ti të kam kriju të pastër dhe pastërtinë tënde duhesh me dëshmuar me qenjen tënde dhe me sakrificën tënde. Nuk shkohet në haxh me sjellje të këqija, nuk shkohet në haxh me veti të këqija, nuk shkohet në haxh i papastër, nuk shkohet në haxh vetëm me parë dhe me pasuri, por në haxh shkohet me shpirt të pastër, shkohet me niyet të pastër, që në atë vend të shenjtë me dëshmu se ti je një njeri i përkryer se Allahu të ka kriju kështu. Dhe kështu na duhet t'i edukojmë haxhit e tanë që të bëjnë sabër që ato të largohen nga vetit e këqija, e jo t'i stërvitmi haxhit e tanë që të bëjnë sabër. Nëse hoteli qëllon lart, duhet me bë sabër. Nëse nuk ekzistojnë kushtet elementare, ti ke ardhur këtu me bë sabër. Ne nuk duhet të bëjmë sabër për këta, se për këta na kemi pagujt, na e kemi dhënë çmimin, na duhet të bëjmë sabër për diçka që është më shtrenjtë se kjo, dhe kështu na duhet t'i stërvitmi. Kjo është obligim i udhëheqësisë fetare që i kanë marrë përsipër dhe i marrin përsipër me mira haxhi, e që faktikisht për çdo vit po përsëriten të njëjtat gabime. Duhet me bë sabër. Çka duhet me bë sabër? Nuk duhet me bë sabër se për hotelin kam pagujt, për ushqimin kam pagujt, për transportin kam pagujt, për shërbimin kam pagujt, dhe për këtë na nuk duhet të diskutojmë. Na duhet të diskutojmë për çka realisht duhet të bëjmë sabër. E për çdo haxhi manipulohet në emër të haxhit e në emër të dredhisë se ai duhet me bë sabër për kushtet që nuk i plotësohen gjatë periudhës së haxhit. Dhe kjo është e mjerueshme, vëllezër të nderuar, dhe këto gabime dhe këto defekte po përsëriten për çdo vit, mirë po për fat keq jemi në atë gjendje ku jemi. Qëllimi i tretë dhe mësimi i tretë i haxhit është se haxhi e ka një qëllim shumë madhështor, që është objektive Islamit tonë, që është objektive e fesë tonë, që është objektive e krijimit tonë. Ajo është unifikimi, ajo është uniteti, ajo është bashkimi jonë, vëllezër të nderuar. Për fat keq, dhe kjo është një realitet që duhet ta kuptojmë një herë e përgjithmonë. Çdo herë kur na kthehen haxhit, na kthehen me fjalë të këqija, me përshtypje të këqija. I thash, e bani, nuk e bani, u përçam, u përlam. Vëllezër të nderuar, andaj dietar shumë mirë kanë thënë një fjalë.
Haxhi është pasqyra më e vërtetë për të tregu se kush janë udhëheqësia fetare duke e përfshirë vetën. E sidomos ata që janë ulur në koltuqet e institucionit të bashkisë fetare islame. Haxhi e tregon pasqyrën e vërtetë se sa ata janë në shërbimin e jetës fetare për popullin ton edhe vendin ton. Sikurse ajo laboratori që tregon analizën e gjakut, haxhi është një laborator që tregon pasqyrën e vërtetë se sa ata janë në shërbimin e popullit ton, sa ata janë në shërbimin e jetës fetare në vendin ton. Xhamati nderuam, kjo është e vërtetë, edhe kjo është realitet, dhe kjo duhet të shërohet, dhe për këtë duhet të ngritet zani, dhe për këtë duhet të ngriten kritikat, dhe për këtë duhet të ngriten këshillat, jo të heshtemi, jo të shujmë, jo të mbyllmi sit, se do të vazhdon gjendja jonë e keqe, dhe do të vazhdon gjendja jonë e mjerueshme, dhe fajet i kemi na, nuk i ka askush tjetër. Inna Allahe la yugayyiru ma bi qaumin hatta yugayyiru ma bi anfusihim. A dini kur Allahu e ndryshon situatën tonë? A dini kur Allahu e ndryshon gjendjen tonë? Kur ne jemi të vetëdijshëm se çka është haku jonë dhe çka është haku i tjetrit. Është problemi se gjatë shpjegimeve dhe gjatë udhëtimit nuk tregohet dhe nuk shpjegohet se çka është haku i tyre ndaj haxhinjeve. Por vetëm flitet se duhet me bë sabër, vetëm flitet se duhet ju mu lodh, vetëm flitet se ju duhet me hesht, vetëm flitet se ju nuk duhet me pa. Jo vëllezër të nderuar, kjo periudhë e haxhit dhe ky udhtim i haxhit është momenti më i mirë për ta dëshmuar udhëheqësia fetare se ata ose janë për të udhëhequr popullin ton, ose nuk janë për të udhëhequr popullin ton. Se populli jon është i shëndosh, populli jon është i mirë, populli jon është me vlera, andaj popullin ton duhet me udhëheqësia fetare e shëndosh duke e përfshirë edhe vetveten. Vëllezër të nderuar, nuk e adresoj gishtin te dikush tjetër duke harruar vetveten. Ktu jemi hisetar gjithë dhe për këtë problematik na duhet gjithmonë ta ngritim mizanin. Haxhi është momenti më i mirë i bashkimit, nuk është momenti i përçarjes. Po për fat keq, në kohën e haxhit po ndodhin përçarje. Në kohën e haxhit po ngritet avulli dhe po ngritet niveli i armiqësisë edhe i dashakeqësisë. Për çka jemi të e bë haxhin? Për çka jemi duke adhuruar Zotin? Për çka jemi duke shkuar në atë vend të shenjtë? Për çka jemi duke i bën sejdë Zotit? Për çka jemi duke e shpresuar xhenetin? Mos ta dhënë vetveten o vëllezër të nderuar. Mos ta ulmi vetveten, se Allahu do të na turproj, edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër. Dhe qëllimi i katërt, dhe qëllimi i fundit, edhe pse ka shumë si me haxhi, dhe qëllime tjera, haxhi është për t'i treguar çdo një besimtari, edhe çdo një haxhiu, se jeta është një proces i udhëtimit. Edhe kur kemi ardhur në xhami, na kemi udhthu dhe për këtë udhëtim na e kemi marrë furnizimin e duhur. Kemi marrë abdes dhe jemi përgatitur me fal xhuman. Na edhe kur shkojna në punë, na e marrmi furnizimin e duhur adekuat se çka na duhet në punën tonë. E gjithë jeta jonë është udhëtim, mirë po udhëtimi më i rëndësishëm, të cilën nuk duhet me haru, dhe këtë udhëtim e potencon haxhi. Dhe çdo haxhi duhet ta dinë se për këtë udhëtim duhet me investu shumë, dhe këtë udhëtim nuk duhet me haru asnjëherë, sepse Allahu në Kur'an thot: "Wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa." Merrni furnizimin e juaj, përgatituni për haxh, por mos harroni se është një udhëtim më i rëndësishëm se haxhi. Është një udhëtim më i rëndësishëm se çdo udhëtim gjatë procesit të jetës. Ajo është udhëtimi drejt ahiretit dhe drejt takimit me Allahun subhanahu wa taala, në të cilën udhëtim nuk ban fajde posti, nuk ban fajde kapuçi, nuk ban fajde haxhi, nuk ban fajde hoxhalliku, nuk ban fajde pasuria dhe asgjë tjetër, por e vetmja gjë që do të bëj fajde dhe do të bëj dobi dhe do të shoqëroj është taqwallah, është devotshmëri për cilën na shkojmë në haxh, devotshmëri për të cilën na e falmi namazin e xumaz,
devotshmëri për të cilën na jemi musliman, devotshmëri për të cilën na japmi shpjegime për çdo ditë xumas se besimtari duhet të punoj dhe të sakrifikoj dhe të jetoj dhe të investoj çdo gjë nga jeta e tij për të arruajtur devotshmërinë, për të jetuar me devotshmëri dhe për të vdekur si devotshëm dhe për të ringjallë te Allahu i Madh si devotshëm. Elu Zotin e Madh që Allahu i Madh neve të na mundsoj që na këto kuptime dhe qëllime të haxhit, të kushtit të 5 të Islamit dhe kushteve tjera të Islamit të zbatojmë në jetën tonë, të jetojmë me këto qëllime dhe mësime, që të jetojmë faqebardh edhe dalim faqebardh. Në këtë ditë xumaje, elu Zotin e Madh që të mos jetë vetëm duaja e haxhive se është bën kjo formalitet, me formalitet po i përcjellmi dhe me formalitet po i presmi haxhit e tanë, është bën diqysh me një farë mënyre sikur obligim se nëse bën duaja e haxhit në ditën e xumë edhe usos puna. Jo vëllezër të nderuar, kjo është e fundit, por ajo që duhet me ditë para kësaj janë ato qëllime dhe mësime që duhet me ditë çdo haxhi dhe mos t'i haroj derisa të kthehet prej haxhis. Mirë po megjithatë, na e lutemi Zotin e Madh që haxhive tanë, të vendit tonë dhe të gjitha vendeve, Allahu të jep shëndet, Allahu të jep mirësi, Allahu të mundsoj këtë udhtim që ta bëjnë në mënyrën më të lehtë dhe që të shkojnë në atë vend të bashkuar, të formuar si musliman, të formuar në kuptimin e drejtë të Islamit dhe të këtij kushtit të 5 që këtë kusht ta kryjnë ashtu si lip Zoti i Madh dhe ashtu si na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Elu Zotin e Madh që Allahu t'ua mundsoj të shkojnë në atë vend dhe me ibadetin e tyre të pastrohen nga gjitha gjunahet, të pastrohen nga vetit e këqija, të na kthehen ashtu si është më smiri të pastër nga gjunahet dhe të premtuar me xhennetin e përhershëm. Dhe për fund aqulu qouli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.